Mirë se erdhët në Vlogmas. Të shkoj çdo gjë në djallë. Të ulemi edhe të flasim. Tamam. Në fund filluan dhe Vlogmas, me si I kemi pritur të dyja palët këtë vit, ndryshe nga vitet e tjera, dhe ju kam premtuar që do jem shumë aktive, do ju tregoj shumë nga jeta ime këtë periudhë, kështu që mos harroni të na ndiqni dhe mos harroni se do bëjmë dhurata nëpër video, do jenë komente rastësore që unë do I përsjedh dhe do shkruaj aty urime, keni fituar këtë nga unë. Kështu që ju dua të abonoheni te YouTube-im, se po thoya te Instagram-im, patjetër da atje. Të abonoheni, të shpërndani këtë YouTube-in dhe thoni shikoni, është një vajzë që bë vlogs dhe je Vlogmas, YouTube pafund. Duhet patjetër që ta shpërndani dhe të arrim dhe 500 subscriber deri në fund të Vlogmas. Tani momentalisht jam tek YouTube Studio, aty ku shikoj të gjitha detajet për sa I përket videove dhe këtu më thot që duhet më patjetër jemi 534, pra më patjetër duhet të abonoheni dhe 470 persona deri në fund të Vlogmas që ne të arrim 18.000 subscribers. Nuk janë asgjë njerëz, duhet ta kuptoni, 500 nuk janë asgjë. Kështu që ne duhet t'i arrisim se s'bën. Roy tha që mami të një video ke marrë shumë pak like, apo jo? Dhe duke qenë se ai shikon shumë YouTube, dhe të gjitha video që ai shikon kanë shumë like. Kështu që dhe ne duhet të kemi shumë like, që Roy të motivohet që të na bashkohet në video tona. Apo jo, mama? Hajde pak këtu. Hajde na trego pak si përgatit noodles. Hajde. Roy ka shumë qef. Këto. Unë nuk I kam qef dhe si ja kam iden fare dhe si kam provuar, as nuk dua t'i provoj. Por Roy ka shumë qef, na trego pak, mami, se si I përgatit. Qa është përgatit? Përgatitja është I fut në një tenxhere, I vendos ujë. I vendos ujë. Po, I zien. Po. Dhe? Dhe e fut në pjatë. Pastaj e fut në pjatë. Po. Kaq? Kaq e thjesht? Po. Po mund na e tregosh si gjë? Çfarë ka një gjë, pse të pëlqen ty për shemb? Çfarë është një gjë që të duket yummy? Makarona. Makarona, po kemi dhe makarona tjera. Pse pikërisht këto për shemb? Janë mira sa këto. Nuk janë të mira sa këto? Po. Sa herë shkojmë në supermarket, unë daloj tek kefiri dhe ja bëroj mami gjithmonë që blen, shkon këtu tek kefiri. Dhe unë them, sa herë shkojmë në supermarket, sa herë shkojmë Roy blen noodles. Dhe gjeni çfarë, babi I solli noodles dhe nuk I solli ato që kush ishin ato që nuk pëlqyen. Ka shku prap dhe I ka marrë të tjera. Këto. Pse nuk pëlqejnë këto, mami? Se është bashku e djatë qesën e vogël si më në ato, Pa? e ishte bashkuar e se nuk pëlqente. Nuk aroma, gjërat, shija. Jo, shija, se e kishte përzi me atë. Nona? Po ishte përzi vetë, jo nëna. Okej. Edhe të pëlqejnë vetëm këto kështu thjeshta. Po. Dje ka ngrojnë 2 si këto. Sot, ke ngrojnë 1? Po. E ngrojnë gjitha? Okej. Por nuk don këto tjera. Papi shkoi mori këto dhe detyroi që të shkoj sërish në supermarket të marrë këto. Unë ke di fiksimin çunit tim për këto. Mami, ne këtu po bëjmë Vlogmas. I ke parasysh Vlogmas? Çfarë do thot Vlogmas? Jo, qa është mas? Mas është Christmas. Dhe duke qenë se çdo ditë bëhet vlog, edhe kam bërë këtë bashkimin Vlogmas, Christmas, vlog për Christmas. Pra duke qenë se është periudha më e bukur e vitit dhe festive, dhe zbukurime dhe shumë gjëra për të treguar, për të festuar dhe
është shpikur kjo ideja vlogmas. Ndërsa mami këtë vit ka vendosur t'i bëj vlogmas, duke premtuar që do jetë aktive, duke bërë video të bukura bashkë me Roin, Bekin dhe babin. Po, Qa? do përfshihesh edhe të videot e mami ti? Jo. Pse? Pse? Ti ke shumë që videot. Bamen që thoj, hajde bëjmë video? Jo. Roj, kushton sa kushton ti? Sa kushton ti? Sa e ka kjo? Atëherë, Roj është i përbër. E shesim Rojn me përbërje të tipit. Makarona. Më falë, qa po bën? Qa po bën? O mami, qa është kjo lloj metode? Që shtrihesh këtu të banaku? Të shif poshtë. Po shikon poshtë. Në trego pak, si e kalo ditën të shkolla? Keq. Jo, mami nuk thot, oh, ypi dhe Qoko. Qoko zbrit. Jo. Mami zbrit sepse mësohet Qoko këtu lartë, të lutem, zbrit. Zbrit. Jo. Roji është quni më i mirë në botë. Si jam quni mami më botë? Nuk je? Jo. Jo, nuk je, se ke hypë si për tavolina aty. Jo. Zbritëm, mami, të lutem. Jo. Të lutem. Të lutem. Do të haje. Ka gjë. Si s'ka gjë. Kjo është java më e ngarkuar nga të gjitha, java e fundit e nëntorit dhe këto ditë të para të dhjetorit. Le të themi që kjo video do postohet me 1 dhjetor dhe do jetë vlogmasi i parë. Kuptoj që me 1 dhjetor nuk do kishte video nëse unë do xhiroja gjatë ditës, se nuk mund të filmosh të editors dhe të postosh brenda ditës. Të njëjtën gjë që ti bën atë ditë. Kështu që vlogmasin e parë e kam menduar që të jetë për mbledhja e 3-4 ditëve të fundit të nëntorit, për t'i postuar në datën 1 dhjetor, që do jetë dhe vlogmasi i parë, si që kemi thënë edhe në videot më përpara, nëse juve po shikoni për herë të parë këtë video, nuk e dini që ne kemi lënë të postojmë 2 video në javë. Vlogmasi i parë do jetë të hënën dhe i dyti do jetë të premten. Pra çdo të premte, çdo të hënë dhe të premte ne do kemi video të reja, vlogmas. Do kemi vetëm 2 herë në javë dhe do t'rregoj shumë nga jeta ime, nga puna, nga shtëpia. Tamam çfarë bëj unë gjatë kësaj periudhe. Dhe ky do jetë një test i mirë si nga ju dhe nga ne, si familje. Nëse jemi gati për të qenë vlogger të dobishëm në të ardhmen. Deri më sot unë kam bërë YouTube-in, edhe e kam bërë si diçka që e doja shumë, por nuk i kam dhënë fokusin tim në asnjë moment 100%. Ju betohem. Pra ka qenë një nga platforma që më jepte shumë kënaqësi, më jepte hapësirë për të ndarë shumë nga vetja, por nuk është se në realitet kam patur atë kohën dhe mundësinë t'i përkushtohem fiks siç unë do doja ta kisha YouTube-in. Dhe mendoj se është momenti i duhur. Është ky momenti që unë duhet të ndaj nëse jam vërtet për ta bërë këtë si një punë të dobishme, të frytshme, si për veten, si për shikuesit, a jam unë duke dhënë diçka të bukur nga vetja, a kam unë çfarë të tregoj nga vetja, a më përshtatet kjo platformë apo jo, a jam duke bërë në mënyrën e duhur apo jo. Pra, çfarë po bën mami? Pra, të gjitha këto pyetje që unë i kam bërë vazhdimisht vetes time, ndërkohë që kam bërë edhe kur s'kam bërë YouTube, edhe kur s'kam bërë video për juve, thjesht kam qenë aty, her pas here jam munduar të përmbledh nga jeta ime dhe të tregoj, por nuk ka qenë plotësisht ajo gjëja ime. Pra, unë nëse kam treguar nga comfort zone disa momente nga jeta ime. Erdhi dhe babi.
Ja, një ndër arsye pse unë nuk zgjedh kur të bëj video këtu në sallon është se këtu hyn Dali dhe më shpërqendroj nga mendimet dhe ide që unë kam në kokë për të ndarë këtu me juve. Hello Rogerti! Ky është vlogmasi i parë! Yay! Sepse shpërqendrohem me mira herë. Po thoja që të gjitha këto pyetje që unë kam patur gjatë këtyre viteve, u bën gati 4 vite, dhe besoj një ndër arsye që unë nuk kam shumë subscribers është pikërisht që nuk kam qenë konsistente në postimin e videove dhe të bërit YouTube. Kështu që, siç po thoja, ju dhe unë bashkë me ju duhet me patjetër ta vendosim dhe t'japim fund këtyre pikpyetjeve që unë kam në kokë dhe juve mbase. Dhe duhet të komentoni dhe të shkruani që na pëlqejnë shumë videot tuaja, po bën video të bukura, s'po bën video të bukura, ka diçka që nuk na ngjit, nuk e di. Duhet të shprehni patjetër mendimin tuaj. Kjo më intereson shumë. Pra, më shumë intereson të kem shumë komenta të poshtë dhe rezultati videos time kur postohet është pikërisht se si e mendoni dhe si e keni parë ju vlogun tim ose YouTube-in tim, se sa të kem shikueshmëri dhe në fund të ditës nuk kam fare engagement, pra që mund të diskutojmë nëpërmjet komenteve e kështu me radhë. Ndaj, ky është momenti, e di që po bëhem pak emocionale, si çdo herë tjetër që unë hap një temë të caktuar, por ju betohem, është vërtet ai momenti që unë jam ndjer shumë komforte me videot YouTube, nuk e di pse çka ka ndodhur, por që mendoj se nga gjitha platformat momentalisht YouTube-i po më jep ndjesi të reja, ndjesi të bukura. Edhe fakti që mbase ju keni qenë shumë aktiv në për videot e mia, komentet, është një ndër arsyet më kryesore kjo që më shtyn të bëj YouTube. Patjetër që kemi shumë ide dhe gjëra dhe punë para për të bërë, shumë punë. Por, mbështetja juaj është sinqerisht thelbësore në këtë mes. Nëse juve i mbështesni videot e mia, i pëlqeni, bëni subscribe dhe patjetër që të më thoni dhe ku duhet të ndryshoj diçka ose çfarë duhet të bëj ndryshe, unë e marr, e përthith informacionin dhe rishikoj dhe mundon të arrisjell në mënyrën time. Kaq, besoj se jemi mjaftueshëm sqarueshëm për këtë nisje shumë të bukur të vlogmas. Këto pemet e kartoni që unë bleva në ngjyrë njëshile, mora një të vogël dhe një pak më të madhe, i vendosa këtu te kjo zona e banakut, bashkë me këtë shtëpizën që e kam blerë para 2-3 vitesh besoj, por mendoj se kombinohet këtu më së miri këtë pjesën tjetër. Ndërsa këtu për ta lidhur pak edhe me pemën, kam vendosur këtë fjongon këtu te kjo vazo. Dhe mendoj se lidhe deri diku. Okej, nuk është se janë afër, po duket pak më festive. Por gjithsesi unë s'kam mbaruar, nuk e kam rregulluar, përfunduar mirë këtë zonën, pasi mendoj që të marr një tabaka të madhe dhe të vendos 2-3 gjëra festive, se duke patur vetëm këtë vazo, nuk të pranon gjëra të tjera. Për shembull, vjera ime lën atë gjën aty, se normalisht është shumë e shpejt, merr fshin duart të kalamajve kryesisht, se ato bën gjithkohë spis, ndërkohë që në banak duhen. Tani, këtë zonën unë e kam banak të mbyllur, por po e hapen dyrët dhe është banaku që ne mbajmë kryesisht ekspresin, ku bëjmë kafen edhe ku thekim bukën. Por, për ta vendosur këtë gjën aty, për mos më prishur fare këtë estetike këtu, është gjithkohës hapen mbyll dhe e kemi lënë këtu. Por, mendoj që të marr, do shikoj edhe një herë të Zara Home, se nuk është se unë e kam kompletuar të gjithë zonën, ende jo, kam vendosur vetëm pemën, momentalisht, ato 2 pemë që ju tregova, edhe tek aty poshtë televizorit, këtu kam vendosur këto 3 pemë që gjithashtu ja kam treguar, që kemi marrë te Jusku. Për momentin janë rëmuj ende, se bejke është fiksuar me to, e lëviz gjithkohës,
Por nejse, e rëndësishme është që në përgjithësi mundohemi ta kemi këtë shtëpinë estetike, është disi e pamundur të jetosh 1 me vjerr, 2 me fëmijë 1 vjeç e gjys, 3 me një maçok, 4 me një fëmijë toddler, që është momente kriza, ka momente që e mbush me lotra, ka momente që e mbush, nuk e di që t'ju them, por, jemi mirë. Në krahasim, si që thash, në gjithë të rrëmujat. Mendoj që kur t'na vi dhe nani, besoj atëherë do jemi pak më thjesht, për qenë pak më të sistemuar në krahasim si tani. E sigur që do thot na njëra aty, po çfarë rrëmuja ke ti aty? Unë për shembull ja. Kjo gjëja kështu më duket rrëmuj. Ky arushi këtu më duket rrëmuj. Kjo këtu rrëmuj. Shikoja pak tavolinë. Rrëmuj. Pra, këto janë rrëmuja. Për mua shumë janë dhe këto. Pavarësisht se me fëmijë bëhen akoma më shumë. Por, nejse, kam lënë veten të lirë, se di shumë mirë se sa stresohem për estetikën e shtëpisë dhe kam thënë më mirë, këto vitet e para e pranojmë jetën kështu siç është, se s'kemi çfarë të bëjmë. S'kemi fare opsione të tjera, por do mundohemi të gjejmë anën më të mirë në këtë gjë që jemi momentalisht. Këto pijamat i kam marrë vjet tek Zara Home, me kam pas ndenjur shumë gush, po nga që s'kishte mas tjetër, unë i pata marrë dhe më rinin kështu. Gjëja më shumtuar në botë, sidomos kur është me kuadrata, por s'kisha çfarë të bëja, tani do vishja unë pijamat bukura edhe atëherë që isha plus 10 kg. Por tani që jam dobësuar më pëlqen shumë se si rrinë, të lirshme, kanë këtë ngjyrë njëshile. Por, mendsi po pres dhe pijamat tona, na ka vonuar pak, ky koleksion janë shumë i bukur, por na ka vonuar pak ardhja e copave, duke qenë se ne kemi bërë printet tona dhe i kemi dizenjuar, derisa i kemi dërguar, derisa i kemi parë dhe testuar, kanë shkuar, kanë ardhur disa herë samples, derisa ne e vendosëm dhe pastaj për të bërë prodhimin të duhet pak kohë, jo pak kohë, po 1 muaj e ca kohë, kështu që na ka marrë diku 2 muaj e gjysmë dhe ende mezi na kanë ardhur tani këto ditë, madje me një post express, 2 fishi i çmimit, po s'kishim ç'të bënim se po vononin shumë. Unë do doja të kisha qenë në nëntor, pra nga mesi nëntorit, maksimumit, kishin dalë, se atëherë janë këto fushata që bën, më pas njerëzit i duan t'i blejnë për të bërë fotot e festave, pra që bën për festat familjare. Duke qenë se i kemi bërë me qimeqi, do i tregoj, do i ja ndaj edhe këtu më vonë, por duke qenë se i kemi bërë me qimeqi, kemi menduar në këtë formë që t'i veshim me fëmijët. Unë për shembull tani mendoj çdo gjë bashk me fëmijët, kështu që mendoj dhe për ju në këtë rast, të gjithë ato që kanë fëmijë, që të kombinoheni bukur e bukur edhe çdo etapë të jetës ta shijoni në formën më të mirë të mundshme. Ma besoni, ato fotot në fund fare janë gjëja më e bukur, sidomos tek Erona's by Album by Erona. I bën super albumet dhe mund të keni kujtimet më të bukura me fotot më të bukura festive. Kështu që kombinimi më i mirë është tak pijamat e ne, foto në studio, i çoni tek Erona, i bëni album dhe çfarë doni më nga jeta, kujtimet më të bukura janë aty. Duke i parë vitet kur të rritën, kalamajt, edhe mund t'i mbani nëpër bibliotekë, ato albumet janë gjëja më e bukur që unë së fundmi çdo vit jam munduar të memorizoj minimalisht rastet më të bukura, siç janë ditëlindjet e fëmijëve dhe raste specifike të tjera, patjetër, siç janë dhe të festave në këtë rast. Ju tregoj edhe një plan tjetër të këtij këndi këtu. Duket shumë bukur, estetike, këto kombinojnë me trurin që kemi në shtëpi, edhe kjo, këto e kam bler vjet tek Zara Home. Edhe fakti që nuk thyhen, tani nuk e di kjo sa do shpëtoj, se është qelçi, por këto të tjerat nuk thyen dhe fatmirësisht mund të kemi të dyja gjërat, edhe të kombinohet edhe estetike me shpinë, edhe nuk thyen nga beki ose çoko që mund t'i rrezojnë. Këtë gjën këtu nuk ishte estetika më mirë e mundshme, por më pëlqeu shumë ky ylli. Kjo gjëja është bler vjet dhe thash po e vendos këtu. Këtë këtu e kemi për qiri. Thjesht po e la aty se kombinon me trurin. Kjo pema që ka këtu
edhe drita. Shikojni pak. Super cute. Edhe më pëlqen shumë që këtu poshtë televizorit të jetë kaq pastër estetika dhe kur shikojmë filmat të jetë e qetë për syrin. Këtu është televizori. Me ke piktoru, më ke knaq. That their house is haunted. It will be good. We can see that we Sound them like this and see nothing. Oh my gosh. Sa po erdha në shtëpi, isha tek parukierja lagjes, lava kokën, i kreja flokët drejt, dhe tani të bëj shpejt një make-up, se shkoj pak vonë sot nga dita. Nuk e di që pasëm këtu. Edhe të shkoj në punë, se kemi shumë gjëra për të bërë dhe sot. Base dhe marrë dhe bekin. Ka fjetër deri vonë. Edhe do rrije mirë. Se kur flet gjumë, arrin mirë. Edhe marrë vetit e puna. Po bëjmë shpejt. Që të jemi pak në të rezi. Këto 2-3 ditë s'kam bërë fare make-up. Kisha vendosë mos të bëj shumë make-up këtë periudhë se duke bërë çdo ditë, më shtasaruar fytyra, më ka dalë ndonjë puç kur tek tuk. Ja erdhi dhe beki. Në një nga videot më kishte ardhur një koment të tipit si a del t'i bësh të gjitha, të jesh një mami, të jesh një grua në karrierë, të bësh video, të bësh Instagram, të bësh gjitha këto, si a del. Tani, të jemi sinqert edhe si a dal, mundohem t'ja dal, mundohem t'i bëj të gjitha, por kur mundohesh t'i bësh të gjitha, jo se cila nga këto e bën në mënyrë më të mirë të mundshme. Shpeshherë e kam thënë që YouTube-i nuk është se unë kam bërë siç kam dashur ta bëj, në atë mënyrën më të mirë të mundshme, fokusin 100%. Është kjo që ka thënë kjo goca që më ka shkruar, që unë mundohem të bëj të gjitha, por në realitet nuk është se unë i bëj të gjitha shumë mirë. Pra, të paktën aq sa unë pretendoj dhe kam qëllim për të bërë dhe të bëj. Shpirt, ku jeti zemër? Por me duhet të pranoj që kam shumë ndjem të tipit edhe në punë kam krijuar ndër vite një staf shumë të mirë, që i kam krahë të çdo gjëja. Kam krijuar një numër të konsiderueshëm punonjësish që i kam ndarë proceset e punës, që mua më lehtëson jashtëzakonisht shumë edhe kjo pjesë, por sigurisht kam dhe vjerën time që më ndihmon. Pra, praktikisht unë arriti bëj gjitha këto, ndoshta jo në mënyrën më të mirë të mundshme, por kam shumë njerëz afër që i kam ndihmë. Kryesisht Rogerti që është krahu im i gjatë në biznes. Unë e falenderoj shumë për komentin dhe fakti që ajo mendon që unë ja dal, do thotë shumë për mua, që mendoj se nuk po ja dal. Do më thënë, streson vazhdimisht që shumë gjëra që bëj në plan për t'i bërë nuk i arrit dot. Okej, ndoshta jam pak si shumë britsjap dhe zgjeroj shumë listën, por që të tipi dua të bëj shumë gjëra dhe qëllimi që i vendos vetes në një periudhë të caktuar.
Por e vërteta është që jo gjithmonë ja dal. Kam dhënë momente që ose di që nuk dua të bëj asgjë, asnjëra nga këto. Ka momente që bëj shumë gjëra brenda një dite dhe lehtësoj veten time për një javë rresht. Është e gjithë puna ime me frymëzim. Pra, si jam i Telestudio, si kompani, do patjetër të jesh shumë e frymëzuar, si këtu YouTube, Instagrami, do patjetër të jesh e qetë e frymëzuar. Jo gjithmonë jam e qetë dhe e frymëzuar. Ky është problemi kryesor për mua, mendoj te kjo punë, që të do gjatë gjithë kohës të karikuar, kur ndërkohë në realitet ti nuk mund të jesh gjithë kohës të motivuar, karikuar për të bërë vetëm gjëra të bukura. Në jetë na ndodhin gjatë gjithë kohës shumë peripeci dhe gjëra jo të bukura që të demotivojnë. Patjetër që unë jam në një pikë që nuk demotivohem nga gjërat dhe rruga ime, por patjetër nëse të ndodh një situatë pa këndshme, sigurisht që të merr energji nga ajo energjia jote dhe të mbyll aty dhe ajo ditë disi nuk mbyllet aq bukur. Pra, të merresh me kaq shumë persona njëkohësisht nuk është kaq e thjeshtë sa duket. E kam thënë shpesh herë, biznesi ka të mirat dhe të këqijat e veta. Është më tepër një biznes me shumë punonjës, numër të madh punonjësish. Nuk është dhe aq i bukur. Duhet ta pranojmë, por duke qenë se kjo është aftësia ime e lindur dhe e fituar ndër vite, nuk është se më bën shumë problem. Jam mësuar tashmë, kam kaluar goditje edhe më të forta dhe ja kam dal. Këto gjëra tjera janë shumë të vogla për mua. Kështu që po, edhe ja dal dhe si ja dal, ti bëj gjitha. Kam shumë gjëra ndoshta për bërë dhe unë prapë nuk i kam bërë, i kam shtyr, kam gjetur. Ka herë që fëmijët i lë dhe bëj punët e mia, që ndihem shumë në faj, pra nuk është se ja dal të jem gjatë gjithë kohës me ta. Nuk jam e vetmja, sigurisht ka shumë mama që nuk i shohin tetor, por kjo është. Mundohem të bëj më të mirë për t'i bërë të gjitha, por jo gjithmonë arriti bëj të gjitha. Kështu që dhe juve duhet ta mendoni këtë gjën dhe t'i shikoni patjetër si frymëzim këto videot, që as nuk ka perfekcion, as nuk ka njerëz që i bëjnë perfekt gjitha gjërat, por në të njëjtën kohë edhe mund të bësh shumë gjëra njëkohësisht, mund të gjesh anën, mund të gjesh mirë kuptimin, njerëz që të mbështesin, do të gjesh atë rrethin që ti ndihesh mirë dhe motivuar gjatë gjithë kohës. Nuk duhet të rish me njerëz që të japin energji negative. Diçka që më ka ndihmuar shumë të fokusohem te puna dhe e ardhmja ime është që kam bërë blok çdo lloj komunikimi me njerëz që nuk ma dinin vlerën, që nuk me meritonin, që mund të shpenzoj me përpara kohë për ta, por tani më jo. Mbase kjo më ka ndihmuar shumë të fokusoj të gjitha energjitë e mia tek puna ime dhe njerëzit e mi të dashur. Dhe kaq, puna, njerëz më të dashur, më të afërt dhe jo të jem për të gjithë. Pra, askush nuk mund të jetë për çdo njeri. Më përpara isha dhe mbase kjo më bllokonte që unë të bëja më shumë gjëra për veten time. Fakti që unë tani e kam kuptuar këtë gjë dhe thjesht jo çdo njeri të meriton të rish të ndash momente me të, bën që ti të përmirësohesh dhe të bësh më shumë gjëra për veten tënde dhe për të ardhmen tënde. Fundja, sikur dhe vetëm me fëmijët e tu të rish, ti ke marrë vetëm energji të mirë. Dhe nuk janë njerëz që të thithin energjinë. Pra, shumë njerëz e kam testuar këtë gjë, e kam provuar më përpara, marrin shumë nga energjia jote. E ke një vend re kur dilin kafe me dikë dhe mbase po ja kaloni dhe mirë me muhabet. Por kur dilni nga ai moment, nga ajo kafja dhe shkojnë në shtëpi, ndjeni sikur jeni shumë të lodhur, sikur keni bërë gjithë punët e dynjas, por në fakt thjesht ti ke bërë muhabet dhe ke qëndruar vetëm me një njeri ose me njerëz. Kjo ndodh sepse ata të thithin gjithë energjinë e mirë që ti ke, edhe ata karikojnë me këtë energjinë tënde,
por për ty ndodhe kundërta, ti nuk merr asnjë energji të mirë mbrapsht. Dhe duke qenë se kam pas shumë shpesh më ndodhte kjo gjëja, e kam pas provu shumë këtë gjën, erdhi një moment që thash stop. Energjinë time do ta mbaj për vete. Pra shko sa njerëz dhe nuk marr energji të mirë nga njerëz, nuk dua. Më mirë rri me këtë energji. E po, kuptova që kjo ishte shumë e rëndësishme, që mbasa më përpara nuk e kisha vënë re. Ku iko nana? Erdhi nana prap. Erdhi prap. O dashuri. Po, erdhi prap. Nuk e di po, këtë make-upin që bëj, shikojni dhe ju se sa bukur duket. Pastër, natyral, fiksi që dua. Tani po vendos pak highlighter. Është ky rozi këtu. Pak roz dhe pak cic. Në të njëjtën kohë. I veshë mami puqat e bukra? Beki, sa puqat bukra keti mama. I dua dhun. Mami. Ke më të bukra se mami. Ha, princesa. Princesa, ka vesh ke puqat e bukra. Bravo. Edhe tjetra. Veshim të bukra ne. Do lidhim dhe flokët bukur, mami. Nuk e ke bukur tani, do t'i bëjmë të bukra? Jo? Po, mami, thuj, po. Sa ke puqë të bukra ke ti, moj. Ua, mami. I dua dhe unë. Si veçet bukra ka ke puqet Beki, tregoj aty sa të bukra i ka Beki ke puqet. Tregoj aty, mama. Tregoj, shpirt. Për të bëjmë 2 pishtaleca, mami. Ka bën anani, po nuk na pëlqen një. Na pëlqen 2. Sa bukur. O Beki, bukur. 2 pistaleca, tuka. Prit. Edhe ato? Prit, mama. Prit. Oh, sa bukur. Prit. Mere të dora, mama. Në ka ardhur 2 dreka. Mua më pëlqen shumë këta, black beans me fileta pule, e marinuar. Role në fakt, si quhet kjo role pules? Me sallat. Beki në qove të shtëpia, se s'po rrinte më, si erdhi dhe orari gjumit. Dhe tani të përfitojmë pak, të mbyllim. Trego pak realitetin se si ha mami Bekit. Tregoje pak. Tregoje, ja. Me pampers të goja. Po nuk hani këshu, nuk quhe që jeni mama të devolshme. Mirë mama të vajtë dhe tjerë. Që si jemi mama. E po të mësojnë dhe ju. Mirëmëngjesi. Vetëm mirëmëngjes nuk është. Jemi gjithë natën pa gjumë. Roj ka vjell më shumë se 7 herë. Edhe pse nuk kishte çfarë të villte. Nga gjumi zgjoj dhe çakam vetëm kur nxjerrte. O zot e madh, nuk di, a është viroz, a është helmuar, a është shumë të vjella, s'kisha parë ndonjëherë. Shumë. Thjesht nuk po donim ta trazonim, ta çojmë deri në spital, po nuk don as sot. Kaloj nga dhoma, Rogertin. Nuk e di. Është bërë kjo punë, kalo nga njëri te tjetri, që dimri me viroza. O zot, sa keq, nuk di dhe më thënë. Kam dalë me vrap të shkoj se kam lënë seancën e lazerit. I pronotoj këto 1 muaj para, pra si bje 5 javë praktikisht nga dita e parë që bëj. Edhe kisha planifikuar që sot të bëja lazerit. Edhe është një ndër lazerit më të mirë. Realisht me 1 seancë kam patur shumë rezultat.
edhe të shkoj të bëj seancën e dytë për këtë vit mirëmbajtje. Gjatë verës nuk kam bërë fare lazer, duke qenë se nuk duhet të ekspozohesh 2 javë para dhe 2 javë pas lazerit, edhe mundohem ta shfrytëzoj gjatë dimrit të bëj të gjitha seancat e mirëmbajtjes. Kështu që më marrin telefon. Po ajde. Rojnë e kam lënë gjumë, është bashkë me Robertin, po rrinë të dy. Edhe më qenë se po rrinte Roberti me të thash të dalë dhe të kryej këto punë që unë më duhen t'i mbaroj sot. Nesër kam lënë orarin për të lyer vlogët. Ky është ndryshimi që unë do bëj. Do ju tregoj para dhe pas këtu. Me siguri do e keni parë ato që më ndjekin në Instagram më përpara, por ka shumë veta që nuk më ndjekin në Instagram, vetëm në YouTube, kështu që do shikoni ndryshimin. Nuk do ju them se çfarë pa e parë. Edhe juve do lini komentin real, nëse të më shkojnë, nëse jo, normal. Është hera ime e parë që të bëj një ndryshim kaq rrënjësor, do thoja. Në gjithë vitet e mia jam munduar të bëj një bjonde shumë natyrale, për qenë sa më freskët, jo sikur kam dashur të luaj flokët, për të arritur veten në moshë me patjetër, por tani që po bëj 30 vjeç, mendoj se është momenti i duhur që unë të bëj një ndryshim. Pse do thoni juve? Duke qenë se unë deri më sot nuk është se kam bërë ndonjë ndryshim drastik ose rrënjësor. Thjesht mund të jem bërë pak më pak bjonde, pak më shumë bjonde, me ndonjë toner, por që në të vërtet nuk është se kam bërë ndonjëherë ndryshim në ngjyrë flokësh. Maksimumi 2 herë në jetën time që kam bërë prerje të shkurtër dhe me baluke. Ai ishte ndryshimi më i madh që unë mund të kem bërë me flokët e mia, me pamjen time. Por thash, nëse unë nuk e bëj në këtë moshë tani, përpara se unë të bëj 30 dhe ndryshimi të jetë për ditëlindje, pra këtë muaj, nuk kam për ta bërë kurrë. Pse do thoni juve? Po qefi është tani në këtë moshë për t'i provuar gjitha. Edhe më vonë ti do duash që të dukesh prapë më e freskët. Okej, deri tani më pranohet çdo lloj ndryshimi. Jam 30 vjeç edhe i mbaj mbi shpinë të gjitha përgjegjësitë, edhe pse mund të dukem sikur jam bërë dikush tjetër, domethënë fundja kam provuar. Por kjo do zgjas 2-3 vite, se pastaj prapë do duam të dukemi më të freskëta, më të reja. Kuptoni, pra moment që fillon plagja, afër 40-tave, fillon ajo ndjesia që ti të dukesh më re, më freskët. Edhe ndoshta do kthehem prapë te origjinal, nuk e di. I don't know se si. Uroj të dalin bukur, siç unë kam imagjinuar, në të kundërt, nuk e di se çfarë mund të bëj, se kemi shumë punë përpara, shumë shooting dhe gjëra shumë kryesore, dhe nëse mua nuk do më pëlqej vetja, do shkoj çdo gjë në djallë. Këtë se nëse unë nuk ndjem mirë ose bukur me pamjen time, nuk dal dot mirë as në foto, as në video, sepse transmetoj totalisht dhe gjithë energjinë time nga brenda. Pra nëse unë jam e mërzitur me lukun, nuk do dal bukur ose nuk do i bëj fare as foto as video. Por duke qenë se këto shooting janë shumë të rëndësishëm për tani, duhet patjetër të dal bukur. Nëse nuk kam dyshime, s'po flas më shumë se të e kuptoni pastaj se çfarë do bëj, por që unë do shkoj te ajo gjëja ime, pra nuk është se do shkoj shumë larg asaj gjës time. Kaq për tani, se unë arrita tek beauty time, ku unë bëj dhe lazerin. Auç! Rash në ujë. Hello. Erdha një vrap këtu te Blustari, do ngjitëm larg te Jumbo, të marrë disa gjëra, pastaj te Sinsay, edhe më qenë si isha me këto rrugë tola, ti mbyll këto.
Veç për këtë kostumin. Të gjitha blerjet edhe Ali u nis në drejtimin e saj sot dhe ajo ka lënë orar për të lyer flokët, nesër kam unë radhët. Mbaruam blerjet, tani do shkoj në shtëpi, ti çoj atje, ti dërgoj edhe një dhuratë orë që mora në Jumbo, se gëzohet, edhe pastaj të shkoj direkt në punë. Sot nuk kam nerva për të bërë gati, domethënë të rri me këtë kostum sportiv, ngrohtë, rahat dhe kaq se sot, nuk e di. E di që ky vlog mas do dal i gjatë, po më pëlqen se do dal me shumë momente të ndryshme dhe tamam si një film. Një mbaruam sot, nuk ka qenë dita më e mirë e mushme, jo më mirë mushme, po ndër nga të këqijat e mushme. O zot, nuk e di, kur janë fëmijët smund, bëhemi të gjithë më keq. Mbarova punë, kishim shumë punë këtu. Ju kam thënë që kjo java është, nuk e di. Jo vetëm punë, po ka ditë stresi. Janë pikërisht këto ditët më stresuese që mund të kalojmë. Deri më kurën tjetër. Pastaj heqim çdo lloj stresi. Se çfarë ka ndodh, çfarë s'ka ndodh, s'ka ndodh. Prandaj që them gjatë kohës që jam shumë e ngarkuar është pikërisht që të paktën të japim drejtim këtyre gjërave që ne i kemi planifikuar për të bërë, si të mbarojmë këto gjërat. Normalisht do jetë më thjesht, do jem më happy, urojmë. Jam munduar shumë që t'ja bëj më të bukur këto videot. Nuk e di nëse ja kam dalë apo jo. Nëse ja kam dalë, më shkruani, më komentoni që video është e bukur, se në kundërt nuk di se çfarë të them. Ju kam premtuar që do ju bëj një tur të zyrës, por jemi rëmuj. Do ja u bëj sa po ta sistemojmë dhe të vendosim pemën dhe zbukurimet e vitit të ri. Nuk do i bëjmë këto ditë se jemi bllokuar me këto punë të tjera. Kur të kthehemi nga ato që do bëjmë, atëherë do zbukurojmë dhe do fokusohemi të gjitha detajet festive. Për momentin nuk na shkon në mendje asgjë festive se jemi fokusuar diku tjetër dhe kjo na ka marrë shumë energji. Besoj do e kuptoni te vlogu tjetër për çfarë po them. Mirëmëngjesi nga dita tjetër. Gjeni çfarë? Jam dhonë sëmur. Kam vjellë mbrëm, më dhem koka, më dhem barku, me sa duket. E hëngra dhonë këtë virozën. Nuk ishte momenti i duhur. E keni parasysh kur nuk ke kohë të smurash. Thjesht nuk ke kohë. Unë smura. Por sot është dita, njerëz, është dita. Do luajm flokët. Për të gjithë ato që ka thënë, do bësh brune, më falni, po me çamen.
Mendoni që unë mund të bëhem brune. Nuk e di. Nuk e di. Unë kam dashur vetja u bëj që kështu. Një gjë që s'kam bërë kur, por kur nuk jam bërë dhe bjonde. Jam bërë gjithmonë fije. Kështu që sot të bëhem bjonde. Total bjonde. Pra, të duket e bardh nga këtu e gjitha. Jemi qik në siklet, se di se si do dale. Tani po e marrë vetëm e të mira. Vesha këtë kostumin, po bëj lip gloss edhe të iki si ropt, le të themi, se dukem që jam kështu si pa që osëm dhe barku. Edhe dhe ik të Kiara do lyej flokët. Sot gjithë ditën e kam thuajse aty. Mbas dite kam lënë një orar për trajtim fytyre. Kam shumë nevojë për pastrim, shumë. E shikojmë pasqyrë dhe shoh që kam pikat e sesa që duhem me patjetër pastruar. Edhe si që thash do bëhem një bjonde. Një foto që i kam dërguar Kiarës. Tani, unë nuk do bëhem platinë e bardh, keni parasysh atë bjonden e bardh si të akull, nuk më pëlqen fare dhe nuk më shkon, por do bëhem paka shumë kështu bjonde si e verdh, pra natyra ime, flokut është kështu të jetë si e verdh, të shikosh kështu me refleks, floku im të jep refleks si të kuq, si të verdh. Vllai im është një kuqalosh, i ka flokët e kuqe, domethënë jo kuqe flak, por që i ka, edhe ne që në gjenezi kemi flokët shumë bjond dhe kështu në refleks si portokalli, si bjonde. Por duke qenë se kjo bjondja verdh, mua më rri mirë se jam natyrale, paka shumë kështu, se më varet dhe nga drita. Kjo. Kështu do duke mu këtu të rënja. O, zoti ma se që ti që. Kam shumë frikë. Ja s'm pëlqeu vetja, nuk e di si do e bëj. Por gjithsesi, thjesht do më duhet pak kohë të mësoj me veten, se nuk kurse s'do më shkojnë. Unë kështu kam qenë, kur kam qenë e vogël, kam një foto që nuk e din se e kam, që ma pati bërë mami, që na duaj kështu me uniformën e shkollës, për ta vendosur tek korridori i shkollës. Me duket kam bërë një foto. Sot sa e vogël, shikoj një flokë të mia, platin fare ja. Shikojni? Të bardha, është sprishur kjo foto, ja, se është shumë e vjetër dhe është shpesh kemi ndru shtëpisë nga s'ka përfunduar, por shqyqyre gjeta këtë të mami, edhe i bëra një foto që ta kisha këtu. Edhe kam qenë platin, por duke e rritur, normalisht duke i prer flokët, zgjatën dhe kaluan paka shumë, flokët i kam patur kështu si karamela, kur bëra në moshë pak më të madhe nga mosha 15 vjeçare, kështu, paka shumë, ja. Floku im kështu ka qenë kur rrita. Por, tani duke shumë natyral, duke gjëja ime, në fakt, kjo, dhe pikërisht tani që më pëlqejnë më shumë se asnjëherë flokët, pikërisht tani vendosa. Por, tani unë bëj 30 vjeç, është muaj festiv, muaj plot të raste, kështu që tani vendosa ti bëj unë. Çfarë themi? Edhe Beki dhe Roy Paterzi, me gjithë Paterzi nuk e di si do ja dalim, por do ja dalim. Dhe më shumë koka, kam pirë, paracetamol, kam pirë një kokër për barkun, po nuk e di kur, pres që qetësohem. Dhe një po nisem, se për punë 10 minutash, po e kam afër Kiarën, shihemi një moment tjetër të bjondllikut.
parë ndryshimin? 1, 2, 3. Kjo është Alda juaj, ere, një ruse. Okej, bëj një skip faktin që unë sa po kam marrë nga trajtimi fytyrës dhe kam ende të skuqur. Kemi shtypur edhe këto të zezat dhe duke që janë pulla. Por kjo jam unë. Rogerti nuk më pëlqeu kështu. E di se kur të bëj make-up edhe dhe jetë më mirë, por dita e parë është pak kështu. Nuk e di. Me thoni ju tani se si ju duken flokët e reja. E di, kur kam unë vështirësi për të mësuar në vetën time, e sigur dhe ju, por i kam hapur punë vetës. 2 punë vetës. E parë që duhet të jem me se zbën pak e lyer, dhe e dyta, do më dalë rënja shpejt dhe më duhet të shkoj të mbaj. Të më thënë, unë e bëra këtë gjën për t'i hapur punë vetës. Shala ja vlen. Tani më duket vetë shumë të zeza, dhe pse ka një vit që unë i kam bërë. Tani nda thënë e laf mirë, para se na i ke truri fare. Edhe më pëlqenjë, edhe s'pëlqenjë. Por, nga eksperienca me Bjorn Likun, është se sa më shumë të lahen, aq më të bukura bëhen. Pra, kur të lahen 2-3 herë të para, të shplahen mirë, edhe të dalë shumë më natyrale, shumë më e bukur. Për momentin, dukemi kështu. Tani, jam fiksi një ruse, ora mos të dukem si gjyshe. Ua, nuk më besohet. Nise, kjo është ndryshimi im. Dhe si po pres reagimet tuaja. Kujtova se nuk ju kam bërë unboxing ato që mora djetë tek Jumbo dhe Sensei. Tash me qenë se jam tani këtu, po sistemoja një rëmuj të paparë që më është bërë të dhoma. T'ja u tregoj dhe këto që bleva. Mora për Rogertin. Për shtëpi, këto pijamat kështu, shumë të zeqme. Po Rogerti i mban këto t-shirtet për shtëpi, si do të lirshme, të rahatshme, edhe këto ishin kështu në materialin fanallat, dhe më pëlqeu ky kombinimi, shumë e bukur, e mora. Më pëlqeu shumë kjo gjëja, e mora se Remi ka shumë qef këto, kaq të vogla. Konsumojmë në mëngjes kikirika dhe këto arrat ose bajamet. Me kafe kryesisht i shoqërojmë. Edhe ishin shumë cute. Nuk e di se sa e bleva, sa ishin këto. Se kuptoj këto, sa ishin çmime. Diku te 5.000 lekë. Të copë. Më pëlqyen, ishin shumë të zeqme. Mora gjithashtu dhe këtë gingerbread house. Shumë e lezetshme. Një se ku do e vendos nuk e di, por unë e mora. Më pëlqeu shumë edhe kjo pulovra me motive. Një herë do vishet, se herë i kam marrë tek Zara vitet e tjera, një herë maksimum i ka veshëroj. Edhe kjo më pëlqeu shumë, kishte këto biskotat e kuqe, fix, atmosferë festive. Pse nuk pashte një për Bekin, tani që po kujtohem. Bekin i mora këtë gjën, kështu si shall. Jo shall, si golf, po e vendos sipër, kur është ftohtë. Kemi një uzdim së shpejti, apo të shkoj më shumë ftohtë, edhe po është takimi për prakticitet. Mora edhe këto lugët, sa cute, ishin shumë të bukura. Shikojni, me drer, shumë të bukura. Gjithashtu mora dhe këto, mora një set silver dhe një set gold. Këto ishin me pemë. Shumë bukura, kishte gjëra të lezetshme. Erdhi dhe çoko. Sa bukur. Shumë bukur. Okej, për një muaj atmosferë festive, ja vlen këto detaje shumë bukura, sidomos ne që bëjmë vlog mas.
Big Jumbo. Besim se i mora dhe këto varset, i kanë goxha lirë në krahasim me Juskun edhe këto tjerët. Kështu që nëse keni dëshirë të blini varse, i gjeni atje të gjitha modelet. Një mora të kam plot, po i dua të sesa të gjitha. Ndërsa këtu kam disa zbukurime që na duhen të kemi. Si këto, nuk se marrë shumë gjëra në fakt. Po, vetëm këto zbukurimet, këto detajet, na duan se do bëjmë edhe një shutin. Shkojni sa cute. I love it. Atmosferë festi shkudo. O, qako bëm. Shtu gjëra shmora, nuk është se kam një gjë interesante për të treguar. Besim se i mora dhe këtë filxhani. Pra, po ta shikoni, kemi bërë një kombinim shumë të bukur. Kam marrë nga një se kemi plot, nuk është si përdorën, thjesht zën shumë vend. Kam marrë edhe këto këtu, shikojni për, që të vënë qirin, bajtse, mora 2 të tilla. Me duan për diçka që gjatë do e keni marrë vesh, derisa shikoni këtë video. Edhe këto, pra të më duhen. Bu të shikoni, janë për të vendosur tek picetat e kryesës së bukës. Mora 6 të tilla. O qoko, po qa bën more? Vdes të futet në për karton në përqese. Dhe mora këtë tasin që është në material qelqi. Dhe shumë i bukur. Nga jashtë duket kështu minimalist, mund ta përdorni edhe ku nuk janë festat. Dhe nga brenda është kështu, jo se do duket kjo pema, thjesht ideja. Dhe një faqe që sjellin nga UK, kam bërë përësi, disa gjëra shumë të lezetshme. Okej, do të tregoj të parën këtë, do marrën. Atëherë, këtu kemi produktet nga Roll. Ky paketim në kastër munduar me si e kam hapur. Do të tregoj produktet që kam marrë nga Roll. Ska që tjetër. Atëherë, kam marrë lapsin e famshëm nga Roll. Dhe një lip. Ky është lapsi. Dhe gjithashtu një lipstick. E kam marrë këtë transparente, sepse me cica kam pa fund. Dhe tash të marrë këtë klasikun. Këtu kemi Glassy Mist. Këto paketimet janë, nuk di, shumë të bukur. I love it. Për t'i mbajtur dhe mbrapa, jo vetëm për t'i përdorë si produkte, por edhe për estetik janë super të bukura. Tani, këto janë shumë virale dhe hype-in e kanë shumë të lartë, uroj që t'ja vlejnë. Këtu kemi Glassy Milk, milkun e famshëm, është këtu, patjetër që do e merja, thjesht nuk po gjeja një faqe ta përësisja. Mora këto të dyja dhe këto të dyja. Pra, ky kombinimi buzëve edhe këto. Do i provoj, në vazhdim do ju them nëse ja kanë vlejtur apo jo. Në shikoj nëse ja kam qelluar me këtë lapsin blend. Mirë. Mirë. Band është edhe emri kodi. Mendoj se është fix lapsi pak më i errët, siç kam unë ato të tjerët. Për këtë shumë mirë. I love it. Tani, këto ishin ngjyra që unë kisha pleku. Harrova t'ju tregoj tjetrën. Këtu kisha pleku edhe, por kemi edhe një produkt tjetër. Nga Opolli kam marrë. Gjeni çfarë kam marrë. Sigurisht që rroba nuk blej, por kam marrë për një veshje të bora. Se normalisht do kemi udhime malore. Dhe jam përgatitur. Kam 2 influencer shumë të preferuar mia që kishin shkuar te ky udhim i këtij brendi. Më pëlqen shumë të gjitha veshjet e Deborës,
por unë zgjodha këtë të bardhin, duke qenë se edhe buzmuni i kam të bardha. Dhe thash të bëj një kombinim. I kam marrë masën larg, uroj të mrin mirë, se masa medium kisha frikë kamerë, mos më rinte e vogël, se më varet nga prerja. Është në këtë ngjyrën e ngrohtë pana dhe ka këtë rozën kështu. Kombinimi yll. Janë dhe termike, si që duhet të jenë. Sa bukra. Shkojnë. Janë me push nga brenda. Sa bukra. Dhe tani që janë bërë kështu bjonde. Do më shkojnë shumë. Kam dhe nga ato kapelet me pëllush të bardh. Uroj DJ se ku i kam nuk e di, por uroj DJ. Dhe mendoj se kam marrë masën fix, se me sy më duken pak të vogla, nësi do merja masën medium e sigur që zëmrini. Kjo masa është fix. Janë shumë bukur. Hera parë që blej diçka për dëbor fix. Dhe më thënë, kam bler ato qizmet, por kur i kam bler tash dhe i përdor, por që të bleja një jumpsuit kështu fix për dëbor është hera ime e parë, dhe ka kushtuar sa, më thënë të drejtën, ka kushtuar më shumë se pound kur bëhet, kur kthehet në euro ose lek, normalisht që kushton më shumë edhe ka shkuar goxha, por mendoj se ja ka vlejtur. Në zi 5 udhëtime tani në dëbor edhe të krijojmë aty të bukura. Një shkoj shumë vonë dhe mendova më qenë se kam bërë një pastrim të mirë të lëkurës, tash të vendose një maskë të mbaj sonte, se duhet të kem lëkurën sa më mirë. Por fillimisht do e pastroj pak me tampon të zhytur në tonik. Është këtu. Janë këto tamponet të zhytura në çaj toniku. Është e maska që unë do vendos të mbaj sot. Kjo kështu. Sot se kam vendosur mirë si zakonisht, se duhet kisha vënë këto para, por hajde, shtu u hap, shtu e bura. Sa më shko ka kjo ngjyra roz me bjullikun. Wow. Si një ruse e vërtet. Kështu, uroj t'ja dalë sot që të flej me këtë maskën. Këto ditë të bëj vetëm maska, se duhet ta kem shumë mirë lëkurën. Se u bë ca kohë që s'kam patur dhe shumë mirë. Mirëmëngjesi nga dita tjetër. Tani do bëj make-upin shpejt e shpejt. I nxorra të gjithë, roja është pushim, por ju kam thënë që ka qenë smur me si po e merr veten, se edhe nuk kanë. Bekin dhe vjerën i nxorra xhiro, tani jam unë këtu me juve për të bërë gati shpejt e shpejt që të shkoj në punë. Me qenë se nuk po gjej atimin, po përdor sot këtë. Të shikojmë nëse do me përshtatet apo jo. E kam parë që e përdorin para make-upit. Se di olla shumë apo pak. Shumë, se pak jo. Maska që vendosa mbrëm, e kam mbajtur gjithë natën, në mëngjes kur zgjova diku në orën 6. E hoqa dhe lëkura ime ishte me një super shkëlqim. Besoj 6 i dallushëm. Vjera ime i pëlqeu flokët. Në thënë si flok, më pëlqejnë tha, po ku dion, duke shumë e zbet. Të ka zberur në fytyrë, i kisha më mirë. Në fakt, unë i kisha më mirë, nuk po thoya që i kisha më keq. Apo doja të bëhesha më mirë, thjesht doja të provoja.
veten, por do shikoj veten dhe të lyer. Do jap një shans vetes të lyer dhe ta kuptoj më mirë, edhe juve të më shikoni të lyer sot dhe të më jepni përfundimisht mendimin e sinqert se si ju duken flokët e mia të reja. Nga ju do doja shumë të dija se si po ju duket video e parë e vlogmas. Unë do mundohem që në çdo video të jetë ndryshme nga tjetra, pra të jap sa më shumë ngjyra të ndryshme për ju. Në fakt e gjithë java është e ndryshme, nuk është se ka 2 ditë njësoj, kështu që ju sugjeroj të ndiqni të gjitha vlogmas, se do jetë njëri më i bukur se tjetri dhe nuk do jetë asgjë e njëjtë. Pra dhe bisedat tona këtu nuk do kenë tema të njëjta, do jenë tema dhe momente të ndryshme. Njëra në videon e fundit me kishte thënë që ky këndi të frymëzon dhe është shumë e vërtet. Unë asnjëra nga temat që vendos të ndaje këtu me juve nuk e bëj fare në plan për të diskutuar. Nga momenti që unë hap kamerën këtu me ju, thjesht më vijnë shumë spontanisht të gjitha temat dhe të gjitha mendimet për t'i ndarë me juve. Unë diku këtu do ta mbyll vlogmas në parë, edhe nesër kam shooting gjithë ditën, pas nesër kam ditëlindje në darkë, bëhet Mbesa Roger ditë 1 vjeç dhe jam në Tiranë, jam e ftuar atje dhe normalisht nuk është se do filmoj, se do jemi vetë familja, do jetë pak private dhe mendova që këto 2 ditë t'i le pauzë nga vlogmas, pra nuk do filmoj video, duke qenë se nga hëna e mbrapa dhe vlogmasin e dytë do kemi atë gjën që kam folë gjithkohës që na ka marrë energji këtë dhe besoj do e keni marrë vesh deri atëherë sa të postohet kjo video. Do kemi dhe Çokën, që rri me mua dhe më shoqëron në çdo hap këtu që bëhet edhe ma ime. Shikoni sa i bukur që është, vdiqa fare. Është bërë një çamarok ky, bën shumë punë të këqija. Bën shumë punë të këqija. Sa sy të bukur që ka. Tani shkojmë bashkë. Një bjonde, edhe një maçok me sila rosh. E mbarova dhe make-upin, kështu dukem me flokët dhe me make-upin. Tani me thoni juve përfundimisht a më shkojnë apo s'më shkojnë, si ju dukem unë me këto flokët e reja. Uroj t'ju ketë pëlqyer kjo video dhe deri në videon e ardhshme, ju dërgoj shumë puthje, bye!